Dorëzoja të gjitha problemet e tua Zotit, sepse me Zotin jemi më të fuqishëm dhe çdo gjë e kalojmë me lehtësi. Për këtë lutje, gjejeni një vend të përshtatshëm, ulu, vaj duart në formë lutje, edhe kur ti jesh gati, mbylli syt. Tani merr frym thellë nga hunda dhe lëshoje frymen nga goja. Shumë mirë. Tani imagjinoje veten se je në burimin e Zotit, të vendlindja jote shpirtërore. Shikoj angjuj, krye angjuj të parajsës. Mjafton vetëm të imagjinosh. Shikoj çdo gjë. Ndjeja sigurinë, dashurinë hynore. Dhe tani fillo të lutesh. O Zot, më forco, më formo, më mbush me ty, më udhëzo dhe më mbroj. Sot po vi para teje me gjithë shpirtin tim, me dhimbjet, ngatresat dhe nyjet që më kanë lidhur jetën. Shtri duart e tua të mëshirshme mbi mua, sepse zemra ime është e rënduar dhe shpirti im ka humbur dritën. O Zot, ti njeh plagët e mia, ti njeh pengesat e mia, ti e di gjithçka që më mban të lidhur, të humbur, të dëshpëruar. Por sot, po ta dorëzoj veçanërisht këtë nyje, këtë pengesë, dhe tani ndalu pak dhe mendo për problemin tënd. Çfarë dëshiron ti dorëzosh Zotit, që ai ta bën zgjedhjen më të mirë të mundshme? O Zot, po di dorëzoj edhe të gjitha pasojat negative që ka sjell ky problem në jetën time. I vendos të gjitha në duart e tua të mëshirshme dhe të plot fuqishme. Ky problem, kjo nyje, me ka bërë të ndjehem i pa fuqishëm, i pa fat, i blokuar, larg paqes dhe bashkimit me ty. E di që ti e bën këtë, jo për meritën time, por për dashurinë që ke për ne, bijet e tu. Ti e di sa herë më është dukur sikur çdo rrugë është mbyllur, por në duart e tua nuk ka nyje që nuk zgjidhet. As djalli vet nuk mund të më ndaloj, kur ti je me mua, o Zot. Prano vështirësitë e mia sot, o Zot, këto nyje që më kanë lidhur jetën, mendjen dhe shpirtin tim. Zgjedh ato një nga një dhe me dhuro paqen tënde për gjithmonë. Unë besoj në ty, Zoti im. Unë shpresoj në ty.
Ti je forca ime në errësirë, liria ime nga gjithçka që më pengon të jem me ty. Prano lutjen time, o Zot. Me udhëheq, me mbroj, sepse ti je streha ime. Amen.